Bismillahirrahmanirrahim. Çastet e fundit të kësaj bote. Shenjat e ditës së gjykimit. Në ditët që i paraprin çasteve të fundit të kësaj bote, kur shenjat e ditës së gjykimit do të shpalosen, do të vijë një moment që do të shënojë mbylljen e të gjitha mundësive për pendim. Do të jetë një kohë kur çdo qenie njerëzore, pa marrë parasysh veprimet e saj deri në atë pikë, do të qëndrojë përpara Allahut në një gjendje me fat të pakthyeshëm. Pendimi, ajo mundësi e shenjtë e dhuruar nga Allahu gjatë gjithë jetës së robërve të tij, do të marrë fund në mënyrë të menjëhershme dhe përfundimtare. Jo, do të ndodhë kur dielli të lind nga perëndimi. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë se Allahu do të vazhdojë ta pranojë pendimin e besimtarëve të tij për sa kohë që dielli lind nga lindja, duke vendosur rendin natyror të botës si shenjë të mëshirës dhe faljes së tij. Por kur dielli të lind nga perëndimi, ajo mëshirë nuk do të jetë më e pranishme. Dyert e pendimit do të mbyllen dhe pa marrë parasysh se sa shumë një njeri dëshiron të kthehet te Allah, pendimi nuk do të pranohet, do të jetë shumë vonë. Imagjino atë moment, çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë do ta kuptojë në atë çast se koha për pendim ka kaluar. Besimtari që kishte pritur gjatë për faljen e mëkateve të tij të kaluara, do të kuptojë se dyert janë mbyllur përgjithmonë. Zemra e tij mund të dëshirojë ende falje, por kjo nuk do të ketë më vlerë. Jo besimtari që kishte mohuar të vërtetën, kishte jetuar në mohim dhe kishte pasur mjaft kohë për të penduar, do të kuptojë se rasti i tij ka kaluar. Lindja e diellit nga perëndimi nuk është thjesht një ngjarje fizike, është një moment shpirtëror, një kthesë e botës, që tregon se Allahu ka vendosur një vijë që askush nuk mund ta kalojë më. Që nga ai çast nuk do të ketë më rëndësi nëse dikush ka jetuar një jetë të përkushtuar apo të mëkatshme. Të gjitha mundësitë për të ndryshuar do të zhduken. Jo besimtarëve do të konfirmohet mosbesimi i tyre dhe besimtarët që kanë ndëruar në besimin e tyre do të kuptojnë se veprat e tyre janë tashmë të plota. Pejgamberi Muhammed alayhis salam ka folur për këtë kohë si një kur zemrat e njerëzimit do të vulosen. Besimtarët do të kenë besuar dhe jo besimtarët do të kenë mohuar. As më shumë as më pak. Momenti i ndryshimit, momenti i transformimit do të ketë kaluar. Dyert e pendimit do të jenë mbyllur përgjithmonë. Ky moment përfundimtar i gjykimit do të shoqërohet gjithashtu pra nga shfaqja e dabatul ard, bisha e tokës. Krijesa ndryshe nga çdo tjetër që ka ecur mbi tokë më parë, do të dalë nga dheu në një mënyrë që i tejkalon kuptimet e zakonshme të njerëzimit. Dabatul ard nuk do të jetë thjesht një qenie fizike. Ajo do të ketë një qëllim dhe një fuqi që nuk mund të mohohet. Pra një shtaz që del al-ard, ard do të thotë toka. Teksa shenjat e ditës së gjykimit afrohen, kjo bish do të jetë një pararojë gjendjes së pakthyeshme të njerëzimit. Bisha do të përmbush një rol nga i cili askush nuk do të mund të shpëtojë. Ajo do të vulos pra çështjen e njerëzve. Kjo bish do të flasë, një veçori që e dallon nga gjitha krijesat e tjera. Ajo do të komunikojë drejt për drejt me njerëzit, duke u drejtuar gjendjes së tyre shpirtërore kur të dalë nga toka. Ajo do të jetë më shumë se thjesht një kafshë. Ajo do të jetë një lajmtar hyjnor i dërguar për gjendjen e vërtetë njeriu, për të tërhequr vërejtjen atyre, për të zbuluar gjendjen e vërtetë pra të njerëzimit. Pejgamberi Muhammed alayhis salam e ka përshkruar dabatul ard si një krijesë, jo vetëm se do të ecë mbi tokë, por do të veprojë si një përfaqësuese e drejtësisë hyjnore. Fjalët e saj nuk do të jenë të mjegullta apo të paqarta, por do të shpallin qartë gjendjen e secili individ.